Quentin Tarantino po vjen me film të ri, ama jo që shina mësu me po. Konnichiwa! Tarantino e ka rikthy një pjesë historisë Kill Bill, pjesë që ka qenë skenar për më shumë se 20 vite. Kjo pjesë quhet Yuki's Revenge dhe fillimisht është planifikuar me qenë në filmin e parë, por është heq për shkak të ritmit të filmit edhe kohës gjatjes. Edhe pse kena pas fokus më shumë, nuk duhet me tepru. Tash për herë të parë, kjo skemë po realizohet si film i shkurt i animuar brenda Fortnite-it. Po, bashkë Fortnite, një bashkëpunim krejt i papritur mes Tarantinos edhe Epic Games që kur se kishin besuar që mundet me ndodh. Uma Thurman kthehet si The Bride përmes animacionit. Historia fokusohet te Yuki Yubari, motra Gogo Yubarit, vajza me zinxhir që The Bride e eliminon në Volume 1. Në këtë kapitull, Yuki u thënë në SBA për me u hakmar edhe me kërku The Bride, edhe pse kjo histori ka qenë e shkruar qysh atëherë, nuk është xhiru kurr. Fortnite ka punu me animacion edhe bashkë me premierën kanë me ardhë edhe skinat, objektet speciale dhe elementet nga universi Kill Bill. Po pse krejt kjo është e çuditshme? Now, I don't play video games, so I didn't really necessarily I've never feel that. ever Yeah. seen one. No, I don't play video games. Tarantino rroll e heq e prek teknologjinë e re. E le mo me publiku kapitujt plot brenda një videoloje, cilat as nuk i lun najher. Por është i njohur që ka qef me po side quest. Për fansat, kjo është pjesa ma mitike e historisë Kill Bill, një çka do të ndodhte sikur që kemi prit për mbi 20 vite. Për Fortnite, kjo është bashkëpunimi më i madh kulturor që e ngre lojën në një nivel të një platforme kinematografike, edhe pse këtë vit ka pas bashkëpunime të atashme si me The Simpsons, Cowboy Bebop e artist si Tyler the Creator. Ky është momenti kur filmi, gaming edhe pop kultura bashkohen në mënyrë historike. The Lost Chapter Yuki's Revenge e ka premierën me 30 nëntor të këtij viti, tamam të dielën, ekskluzivisht brenda Fortnite-it. E filmi i shkurtër pritet me u shfaqë edhe në kinema si pjesë e rilansimit të Kill Bill The Whole Bloody Affair, duke filluar prej 5 dhjetorit. Si fan si filmit, çka po menon? Let me know në komente, e bane follower, bane fem në krejt rrjetet sociale, e subscribe në YouTube.